Të dhënat statistikore tregojnë për një rrezik të vazhdueshëm në terren. Gjatë vitit të kaluar 2025 në rajonin e SPB Tetov janë regjistruar gjithsej 37 aksidente trafiku me pjesëmarrje të trotinetëve elektrik, prej të cilëve 14 në Tetov dhe 23 në Gostivar. Se ky trend negativ po vazhdon, e tregon dhe fakti që nga 1 janari deri më 17 maj të këtij viti, tashmë janë regjistruar 9 aksidente të tilla trafiku, prej të cilëve 7 në rajonin e Tetovës dhe 2 në atë të Gostivarit. Këto shifra janë një sinjal i qartë për nevojën e një kujdesi më të madh dhe respektimin e rrept të rregullave. Siç e dini, sipas rregulloreve ligjore, lëvizja e trotinetëve është e paraparë nëpër kursit të biçikletave apo shtigjeve të biçikletave, e në rast se nuk ka shtigje biçikletash nëpër rrugë apo bulevarde, në ato raste ata janë të detyruar të lëvizin nëpër trotuare, mirëpo me shpejtësi të kufizuar prej 6 km/h apo ndryshe me shpejtësinë maksimale të cilën mund të arrijë një këmbësor, pra duke lëvizur. Kështu që për mos respektim të këtyre rregullave, pason gjob prej 50 hershëm në kundër vlerë të denarit. Apeloj deri tek qytetarët që të respektojnë dispozitat ligjore, rregulloret në komunikacion, vetëm për qëllim që të gjithë të kontribuojmë për një komunikacion të sigurt dhe të zvoglojmë numrin e aksidenteve me fatalitet. Por jo vetëm trotinetët elektrik, në rrugët e Tetovës me ardhjen e pranverës, në sipërfaqe po dalin dhe motocikleta dhe katërcikleta. Policia e Tetovës rikujton sanksionet në rast të shkeljeve në trafik. Çdo drejtim i motocikletave, katërcikletave pa patent shoferi, në këtë rast llogaritet si drejtimi automjetit në mënyrë të papërgjeshme, sipas nënit 297A të kodit penal. Kjo paraqet vepër penale për sigurinë në trafikun rrugor, kështu që në raste të tilla, pra përgatiten parashtresa përkatëse deri në Prokurorinë Themelore Publike dhe gjykatën kompetente, dhe automjeti me urdhër të prokurorit të automjeti apo katërcikleta, motocikleta pra ndalohen nga ana e policisë, merren përkohësisht dhe pas përfundimit të procedurave të njëjtat kthehen, por nëse ka disa përsëritje, të njëjtat edhe do të konfiskohen në periudhë më të gjata. Zëdhënësi i policisë së Tetovës ka potencuar edhe një dukuri shqetësuese që kohëve të fundit po merr masa shqetësuese. Bëhet fjalë për zhurmën që shkaktojnë motocikletat gjatë orëve të natës. Edhe gjatë orëve të natës, pra kemi raportime të tilla ku drejtues të motocikletave drejtojnë me një shpejtësi të madhe dhe zhurma e cila lëshohet pra prish rendin e qetësinë publike dhe persona të tillë gjithashtu se do të ballafaqohen edhe me parashtresa sa i përket ligjit kundër rendit të qetësisë publike. Sipas ligjit për sigurinë në trafikun rrugor, të drejtë për të drejtuar trotinet elektrik kanë persona që kanë mbushur 14 vjet. Ata janë detyruar të lëvizin në shtegun e biçikletave me shpejtësi deri në 25 km/h, ndërsa nëse nuk ka shteg të tillë, ekskluzivisht në trotuar me shpejtësi të ecjes së njeriut përkatësisht deri më 6 km/h. Zyrtarët policor në periudhën e ardhshme do të zbatojnë kontrolle të përforcuara aksionale në terren me qëllim sanksionimin e shoferëve të pandërgjegjshëm. SPB Tetov edhe një herë u bën apel qytetarëve që të përshtasin shpejtësinë në kohë, të respektojnë këmbësorët dhe të jenë maksimalisht përgjegjës, sepse siguria në trafik varet nga secili individ.